Mirëmëngjes të dashur, Demër, do bëjmë një mesazh, në fakt dy mesazhe nga letrat Oracle, që është Marsi, janë letra astrologjike dhe Lenormand që janë dhe këto Oracle. Të dashur, tani kur shikoj është forca dhe labirinti, tregon, jep një mesazh shumë të qartë të dashur, për një situatë ku po ndihesh i bllokuar apo e bllokuar, i lodhur nga ngarkimi i zgjidhjes dhe ndoshta je duke humbur besimin. Tani Marsi është letra e iniciativës, vendimeve të shpejta dhe veprimit të drejtë për drejtë në fakt. Të fton të mos presësh që situata të zgjidhet vetë, apo sikur dikush tjetër do vite të zgjidh, apo situata do ndryshoj vetvetiu. Vepro, merr kontrollin, shprehu dhe lufto për ato që beson apo që do. Labirinti tregon një rrugë të ngatëruar të dashur, siç është vetë fjala, konfuzion, ndjesi që po rrotullohesh në vend ose që nuk di çfarë drejtimi të marrësh. Njerëzit përreth mund të japin këshilla të ndryshme ose të ndihesh sikur po i afrohesh zgjidhjesh, por gjithmonë po ikën më larg. Pra, çfarë mund të bëni këtu? Mos harxoj energji duke kërkuar leja apo aprovime apo të ndryshohet situata në vetvetiu. Tani po marr disa shembuj, nuk do të thotë patjetër që janë këto të dashur, por që mos prisni çfarëdo që jeni duke pritur. Vepro sipas asaj që ndjen se është e drejtë për ty. Mos kërko zgjidhjen ideale, s'ka ideale, nuk ka asgjë perfekte. Zgjidh çfarë funksionon tani, edhe nëse është një hap i vogël. Shmang konfliktet e kota, por mos shmang përballjen nëse ajo është e domosdoshme për të dalë nga kjo rrugë pa dalje. Pra, mos u ngatroni në mendime të dashur, Demër, vepro. Forca jote nuk është durimi, por vendimi. Dhe duhet të veproni tani.